Një gjë e harrojnë shpesh njerëzit. Thojnë kjo botë është bota e sprovës, edhe kjo është e vërtet. Këtu sprovohemi. Mirë po harrojnë që edhe feja është sprovë për ty. Ajetet e Kuranit janë sprovë për ty, janë dije, janë dobishme, e qartë. Mirë po edhe janë sprovë për ty. Drejtimi ka kibla është sprovë për ty. Hadithi i Rasulit alayhi salam, a pranon, a se pranon? Sprovë për ty. Ti kujton që kjo është diçka e mirë, e kjo është bota e sprovës, po kjo është e vërtet, kjo është diçka e mirë, hadithi, ajetet, këtë janë të mira, mirë po shpesh janë sprovë për zemrën tane, e nin se pranon. Jo, na jem në shekullin, jo, na kështo, jo, na që, kjo është sprovë, kjo është sprovë. E nin ajetin e Kuranit se pranon. Pse? Se që ashtu jem mësuti. Jem mësu në ryshi. Ai që ka po du me thanë prej sprovës në këtë dënja është kur sprovohesh me ajetet e Kuranit, me hadithet e Rasulit alayhi salam. Se api pranon, apo pi refuzon Allah në rujt. Që ka shumë njerëz që refuzojnë ajetin, refuzojnë hadithin e Rasulit alayhi salam, se së është i logjikshëm. I logjikshëm për kanë Allah. I logjikshëm për kanë. Kjo është dinë Allah. E kum pa gjenetin, ka thonë Muhamedi alayhi salam. E kum pa gjenetin. I logjikshëm. Kjo është iman, kjo është bindje, kjo është din, islam. Nuk është logjik këto. Me qëta kena me hinë gjenne. Do me dhanë, me logjikon teme tanën do me kuptua. Ti do me kuptu me logjikon teme që as vetën se kuptaj. As nuk e di pse kom veprua ashtu. Nuk e di. As nuk e di pse kom thanë ashtu më vetë, qa ke thanë para 10 vjetë. Nuk e di qa kom thanë, po as nuk e di pse kom thanë. Unë vetë, te vetë, e për kuptojna. Gjithë shka jolla, ka që e kuptan, ka që është sprovë. E në qofë se dënë Allahu Azza që më ba zemra jote që gjdo hadith Rasulit alayhi salam, e pranan, edhe kënaqesh me ta, elhamdulillah, kjo është qëllimi. Dohet që e kupton ti për vete, edhe pranon ti për vete, së në thu, se edhin që e ranon vllahun tanë, e ranon fshiun tanë, e ranon gjematin tanë. Do me thanë, edhe kjo është sprovë, e ke kuptu, je i kënaqur me ata ditë, ty të pëlqen shumë, së më nëshme thanë, se vetë ta kanë ba qatë gabim që së duhet me ba. Të shëti me ba me thanë, këtë në alën të këshyrin, kë neve për në qëtë. Edhe kjo sprovë. Kështu që këtë pjesë mos harroni që edhe ajetet, edhe hadithet janë sprovë. Për ata dhe kanë thonë, ata që se kanë besu Muhammedin alayhi salam, ka thonë, këto shambujt që po i bjen Allahu Azza wa Jall, pesjall Allahu Azza wa Jall, me ta pi uzon shumë njerëz, me ta pi devion shumë njerëz. I njëjti shambull, i njëjti ajet, i njëjti hadith, njani kënaqet, tjetri bashkë çat ajete marban hajgare, çat hadithe marban hajgare. Prej emrave të Kuranit është dalluesit mirës nga e keqja. Kur të kalon i qetë, këta knena. Kaloj, këta knena i kaloj. Kalon në xhami, i qetë. Kaloj në ven, i qetë. Kaloj në katon, i qetë. Men heri dalon, ciltjan, për knej. Kalon në pushtet, i qetë, i dalon. Këta janë për knej. Do janë dalluesit mirës nga e keqja, i qetë. Ata që janë për ta, men heri një anan. Lusëm Allahun Azza wa Jall në apo për atyne që në falë Allahu Azza wa Jalla dhe në bëm për atyne që pranojmë gjithë shka që ka arë për Allahu Azza wa Jalla. Dhe thojnë, kullun min indi Rabbina. Krejt është për Allahu Azza wa Jalla. Krejt është për tina. E lusëm Allahu Azza wa Jalla në bëm për mësimanët mirë.